Keti donacion që një pjesë e kësaj fasule që po e shihni këtu edhe në për këtu paletat, do ja dhurojmë kuzhinës qendrore të Prishtinës, që ata kanë diku një 8.000 shujta mrena ditës që i furnizojnë qerdët me ushqim të freskët ose të gatshëm, po edhe shtëpinë e pleqve. Kështu që na do ja japim një shumë të konsiderueshme kuzhinës qendrore në Prishtinë. Do të thonë qerdët publike? Qerdët publike që i furnizojnë me ushqim kuzhina qendrore në Prishtinë, e ne ju kena dhënë një sasi 10 mishit, mirë po tash masi na ka ardhur për një donatori neve mbi 10.000 kg fasule, një pjesë do japim edhe kuzhinës qendrore në Prishtinë. Këtu jena në depon e rrobave, këtu rrobat që po i shihni këtu komplet janë treja, të cilat na i sigurojmë nëpërmjet butikeve të Kosovës. Butiket ma prestigjioze që janë në Kosovë, ata japin edhe zëqatin në veshmbathje, kështu që ato na i posedojmë këtu, kemi prej butikeve të ndryshme të Kosovës, pastaj këtu sidomos i shpërndajmë, shpërndarja është me interes me e ditë edhe ata të cilët na shikojnë, që shpërndarin kryesisht e bojmë në për vendet rurale, në për shkollat e vendeve rurale, sepse ata kanë edhe nevojë ma shumë ndoshta për me mbështet, kështu që e bojmë pastaj rroba kena dërgu edhe në vendet ndryshme, qoftë edhe në Preshevë, Medvegje, Bujanovës, edhe atje për nxënës ndryshëm, por edhe një fokus të veçantë kemi edhe në Shqipërinë Veriore, si që është Tropoja, Bajramcuri, Kruma, Kuksi, edhe fshatrat që i kanë ato, atje ka do shta themi një specifik që ka nevojë për shumë gjësende, kështu që ne kemi një fokus të veçantë si shoqat edhe në Shqipërinë Veriore, që këto rroba na i dërgojmë atje. Edhe jetimat, sigurisht ata që po pa dyshim, edhe jetimave do më i furnizojmë me veshmbathje, mirë po edhe në programet ndryshme që i bojnë edhe mualimet edhe në për xhamia, në formë dhurate.